Ju përshëndes shikues ekranit të Premium Channel. Ja kur I takojmë së bashku si çdo ditë tani më nga hënën të premten në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Pa diskutim që nëse themi Antalya është kryeqyteti I pushimeve, Egjipti nuk mbetet më pas jo vetëm për shkak të çmimeve shumë herë më të lira resorteve me 5 yje, por edhe deti të kuq me të gjithë mrekullitë e tij koralore. Dhe si I tillë, Egjipti vijon të mbetet zgjedhja juaj e preferuar e pushimeve. Unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Isuliana nga Vastur, e cila jo vetëm na njeh me ecurinë e këtij destinacioni deri më tani, por gjithashtu edhe me resortet, të cilat herë sjellin oferta shumë promocionale. Mirë se erdhëm në studio. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Në një kohë që në fakt temperaturat rriten, por njët me to edhe dëshira për të pushuar, e ndërkohë shohim edhe çmimet e paketave që ndoshta rriten vit pas viti për shkak të arsyeve nga më të ndryshmet, por Egjipti ofron gjithmonë raportin më të mirë çmim dhe cilësi. Si e kanë përqafuar, le të themi, të gjithë interesuarit deri më tani këtë destinacion? Unë dua ta them sa herë që më bie rasti të flas për Egjiptin, I cili është kthyer në destinacionin e preferuar dhe të dëshiruar çdo herë më tepër, jo vetëm nga klientela, po edhe nga unë. Kështu që në fund të sezonit po pres dhe unë të vizitoj Egjiptin. Normalisht, Egjipti është ai destinacion që përveç arsyes kryesore të cilët klientët e zgjedhin, e cila është një javë pushime tepër relaksuese dhe me shërbim absolutisht cilësor, ajo që e bën Egjiptin të preferuar është dhe pjesa e çmimeve goxha të leverdishme, por dhe shporta shumë e pasur e resorteve që ne mund të gjejmë në Egjipt. Kështu që duke I bashkërënditur dhe duke I ndërthurur të këto elemente së bashku, nuk ka se si Vastur mos ta sillte ekskluzivisht, Sharm el Sheikh si destinacion për të gjithë dashamirësit, po themi jo shumë partizant të Antalyas, ose nëse e kanë provuar një herë, 2 herë Antalyan, normalisht duan diçka ndryshe. Dhe Egjipti është ai destinacion I cili patjetër e ofron këtë eksperiencë. E nëse Antalya ka pasur një benefit shumë të madh dhe e ka në fakt, që është vetëm 1 orë e 30 minuta larg nga Tirana për ta shijuar në të tërën e saj, Egjipti dikur ishte një destinacion I largët, por tani më me anë të charterave gjithashtu, të cilët janë çdo javë, 2 herë në javë, do mos gaboj, I kemi lehtësisht të aksesueshëm në më pak se 3 orë fluturimi. Duke marrë në konsiderat dhe ndryshimin e time zonit edhe të orarit. E vërtet. Por pa diskutim që koha e le të themi transportit nga Tirana në Sharm el Sheikh ka rritur edhe dëshirën e të gjithë atyre të cilët e shohin si një destinacion shumë herë më të prekshëm, apo jo? E vërtet. Siç e kemi dhënë dhe herë të tjera si informacion, lehtësia dhe fluturimi direkt nga Tirana në Sharm el Sheikh absolutisht është një ndër faktorët, po themi, kryesor, të cilën e bën të prekshëm dhe të shijueshëm Sharmin. Kështu që normalisht dhe afërsia dhe udhëtimi dhe pjesa, po themi, e skepticizmit të atyre klientëve të cilët nuk e njohin Sharmin si destinacion, në momentin që e kanë si dëshirë, normalisht nuk mund t'i vën faj që jam pak skeptik apo kanë këtë merakun e largësisë, e kozgjatës së udhëtimit e të tjerë, në momentin që për ta ka qenë hera e parë që kanë shkuar në Sharm, më besoj që janë rikthyer, ndoshta në të njëjtin resort, por edhe në resorte të tjera, të cilat ne I shtojmë sezon pas sezoni në pjesën e resorteve të Sharmit. Në vitet e fundit është rritur apo le të themi ka kaluar në një gjendje stand-by dëshira e të gjithë pushuesve për Sharmin, sepse nëse më herët ka qenë një destinacion shumë I lakmuar por shumë I largët dhe I shtrenjtë, tani më është një resort lehtësisht I aksesueshëm dhe I përballueshëm me çmime shumë ekonomike. Dëshira ka qenë më e lartë atëherë apo është akoma edhe më e lartë tani?
Ti e di që unë kam dëshirë të tregoj modeste dhe nuk mund të fshe dhe nuk mund të them që dëshira për të vizituar Sharm mbetet në një, po themi në një gjendje pezull apo stabël, patjetër që është rritur. Dhe jo për ta thënë sa për ta thënë këtë gjë, por është realisht feedbacku që ne marrim si nga kolegët tanë të zyrave B2C, por më tepër akoma nga partnerët tanë, pra agjensitë VAS Member. Ka një shtim të rritjes së kërkesës për destinacionin e Sharm. Gjithashtu dhe ne nga ana jon, në momentin që jemi në komunikim, në momentin që absolutisht kemi organizuar takime, Sharmin e kemi një opsion, sepse duhet i bëjmë të njohur jo vetëm pjesën e klientelës, por mbi të gjitha agjensitë tona VAS Member, që Sharmi është një destinacion i cili patjetër duhet provuar një herë në jetë dhe është një destinacion ku klientët nuk mund të mbeten përveç se të kënaqur. Dhe normalisht duke i bashkërenduar të gjitha këto, patjetër që e tregojnë dhe statistikat, ti e di që çdo charter Sharm është sold out. Unë të kam folur para 2-3 takimesh për datat e nisjes 26 qershorin, 3 korrikun, 10 korrikun, të cilat janë sold out, kështu që nuk mund të them ndryshe. Po, prandaj e përmenda këtë pjesën e statistikave. Kështu që unë mendoj që Sharmi të vazhdoj të ketë interes në rritje, patjetër që po, dhe jo më kot. Në Sharm, përveç se, siç e preka pak në fillim, që klientët do nisen të bëjnë pushimet e tyre verore, po absolutisht do të marrin një eksperiencë që ka të bëjë dhe me kulturën. Pra, klientët aty do kenë mundësi të bëjnë vizitën në piramidat e famshme, absolutisht do vizitojnë disa nga muzet më të njohur dhe më të folur të Sharm. Absolutisht do zhvillojnë sportet nënujore, të cilat janë fantastike për të gjithë të apasionuarit edhe ata që kanë kuriozitet për botën nënujore dhe gjithashtu sportet në shkretëtir. Pra, eksperienca e Sharm nuk është thjesht një periudhë 6 net ose 13 net qëndrimi në një resort dhe të shijohen të gjitha ato benefitet e resortit, është shumë më tepër, është aktivitet, pra është një periudhë e cila nuk të lë, po them unë, në përgjumje. Ti ke aktivitet të ndryshëm çdo ditë. Cilat janë resortet që ti ke përzgjedhur sot për të gjithë ata që tani më ju shtua kurioziteti për të shkuar në Sharm? Unë do dëshiroja t'i përmendja pak overall, po themi, të gjithë resortet, të gjithë shportën e resorteve që ne ofrojmë në Sharm. Normalisht tashmë të gjithë janë të njohur edhe me pjesën e çmimeve, pra në Sharm mund të shkojë çdo kategori pushuesish, nisur nga pjesa ekonomike e paketave flasim, dhe normalisht rjeti i hoteleve Rixos qëndron absolutisht më i kërkuari për pushime luxury. Pastaj nuk mund të lëm pa përmendur rjetin e resorteve Sunrise, disa nga të cilët mund të përmend është Sunrise White Hill, Sunrise Montemare, Sunrise Diamond e të tjerë. Pra, kemi jo vetëm një resort, kemi një rrjet resortesh me shumë të tjerë brenda. Gjithashtu, ajo që vërehet nisur dhe nga sezoni i kaluar, të cilën e patëm për herë të parë në shportën tonë, resortet e rrjetit Kleopatra, të dy resortet Kleopatra, si Kleopatra Adult Only, ashtu edhe Kleopatra Sharm El Sheikh, janë disa opsione shumë të përzgjedhura dhe ajo që është më e rëndësishme me vlerësime tepër pozitive nga klientët. Rjeti i resorteve Jazz, patjetër që po, nuk mund, është një pjesë klientele të cilët janë besnik të rjeteve Jazz, dhe gjithashtu dhe resortet e rjetit Pik Albatros, normalisht nuk mund t'i lëm pa i përmendur, sepse janë goxha të përzgjedhur. Dhe normalisht dhe një resort tjetër i cili padyshim mendoj që meriton notën 10 është dhe Stegenberger Alcazar. Ne në çdo herë, në çdo rezervim që kemi në Stegenberger nuk mund të marrim përveç se faleminderit për sugjerimin ose faleminderit për shërbimin. Kjo absolutisht edhe për e gjitha mendoj dhe jo mendoj, po e faktoj, vjen nga një bashkëpunim
shumë i fort dhe nga një suport absolutisht i operatorit ton. Atje të cilët janë shumë të gjindshëm në çfarëdo lloj kërkese, në çfarëdo lloj qoftë edhe problematika apo situata nga më minimalet po themi dhe ato pak më tepër shqetësuese, nuk mund të lë pa përmendur dhe suportin e guidave tona shoqëruese, të djemve tan, patjetër dhe ata janë një faktor kyç sepse janë për të gjitha ditët e qëndrimit janë në suport të klientëve. Dhe normalisht nuk gjej asnjë arsye pse të mos zgjedhim Sharm. Dhe nëse më lejon, një këshill të fundit dhe një sugjerim për datat e nisjes 17 dhe 24 korrik, deri në fund të muajit qershor, të gjitha resortet vinë me çmime promocionale në Sharm. Kështu që nxitoni, të rezervoni dhe të mbani vendet tuaja. Të dyja resortet që më përmende janë për të gjithë familjen, apo jo? Patjetër që po, patjetër që po, patjetër. Shumë faleminderit që me mua sot në studio dhe që prezantuam së bashku Egjiptin si destinacion. Urojmë sa më shumë shitje edhe në takimin e radhës me të tjera të reja. Patjetër që po. Ndërsa ne kështu kemi mbërtur në fund me ofertën edhe për ditën e sotme, janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit të dhënat sa i takon datës së nisjes, çmimit, por gjithashtu për çdo pyetje që mund të keni mund të kontaktoni në numrin e afishuar më poshtë, por gjithashtu në çdo agjenci Vas Member. Mua nuk mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbara dhe t'ju lë takim sërish në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.